Allahu i madhëruar në vazhdim të ajeteve që tregojnë për historinë e pronarit të dy kopshteve, thot se ai ndër të tjera i tha shokut të tij besimtar: "Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba." E nëse ndodh që unë do kthehem tek Zoti im, atëherë do gjej tek ai pasuri akoma më të mëdha se sa kjo që kam në dynja. Dhe thonë komentues të Kuranit se në këto pjesë të ajetit shprehet mentaliteti i një mushriku i cili pasi ka mohuar ekzistencën e ditës së ringjalljes, fillon pastaj dhe jep alternativa të tjera në lidhje me atë që do ndodhë të ardhmen. Dhe kështu prej kësaj pjese të ajetit përfitohen dy gjëra. E para, mushriku e ka pasurinë njësi matëse për dashurinë e Zotit. Që do të thotë që nëse Allahu Madhëruar sipas tyre i ka dhënë dikujt në dynja, atëherë kjo është shenjë e dashurisë së tij për të. E nëse Allahu Madhëruar atëherë e dashka atë në dynja, atëherë ka për të dashur atë edhe në botën tjetër dhe kështu i shtohen pretendimet për të patë më shumë prej mirësive të tij. Dhe ky është rezultat krejtësisht i gabuar, sepse Allahu Madhëruar na ka njoftuar në librin e tij se jeta e kësaj bote është jetë sprove dhe një prej mënyrave të sprovimit është çështja e pasurisë dhe në këtë botë atë mund ta gjesh edhe në dorën e një besimtari, edhe në dorën e dikujt tjetër, sepse është mënyrë për të dhënë në provë robën e tij gjatë kësaj bote. E në botën tjetër atë nuk e gjen vetëse në duart e atyre që kanë besuar në Allahun e Madhëruar dhe në ditën e takimit me të, siç ka thënë Allahu Madhëruar në Kur'an: "Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Që do thotë, ajo është shtëpia e ahiretit që do ta bëjnë për ata të cilët nuk duan të shprehin lartësim apo mendimallësi në tokë, dhe përfundimi i mirë është për njerëzit e devotshëm. Çfarë do thotë se ajo shtëpi, ajo jetë është vetëm për besimtarët. E dyta prej dobive që përfitohet gjithashtu nga ajeti është se mushriku kur mohon botën tjetër të ahiretit, ai nuk ka për të asnjë lloj argumenti, as argument logjik dhe as argument fetar, pra do më thënë fjalë profetike apo pjesë të librave të Allahut të zbritura prej tij, pra nuk ka për të asnjë lloj argumenti dhe është thjesht dëshirë dhe ndjekje e qefeve të tij dhe prandaj ai e vendos atë si alternativë të dytë dhe kjo është ajo fjala e Allahut Madhëruar që ka thënë për mushrikët në përgjithësi: "Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba." Ata e kanë marrë fenë e tyre lojë dhe zbavitje dhe thonë komentues të Kuranit: "Danu bima ishtahu", që do të thotë morën për fe dhe besim atë që deshën, jo atë që është e vërteta dhe gjë e ardhur prej Allahut, por atë që deshën dhe duke ndjekur në to qefit dhe dëshirat e tyre.